propagandë për para. Po thoni edhe për këtë do t'him Ginis që po mbajmë zgjedhje kemi pas afër vitit të ri. Rregullat e pashkrume, po është një lloj norme në demokracitë parlamentare perëndimore, cilën edhe na dojmë me qenë, me pas një lloj sensi dhe kur marrën zgjedhjet. Po masi që gjithë vitin na shkoj me propagandë, unë veç uroj që qytetarët e Kosovës janë këndell edhe nuk të bëhen mo pjesë e propagandës, e para. E dyta, viti 2025 ka tregu njëjtë një mungesë absolute të një roli bazik të institucionit të Presidentit Republikës Kosovës. Edhe ajo u vërtetu me sot, me një lloj mlefi, cilën Mlef pa sot? Na nuk e kuptojmë si shikus, ndaj kujt ka mlef zonja Presidente, e cila nuk u mundu ama bash hiq me pas rol në ullje të tensioneve politike, në depolarizim, në rrujtjet kushtetutshmërisë, në asë një gjatë që ka nevojë konform obligimeve kushtetuse, e mos flasim njerëzore politike, si dikush që është në ato, nuk e ka marrë si vjetë. Më thonë, okej, në fund na e shohim 28 dhjetorin edhe mlefin, i cili a njëjtë kërkush nuk ja ka për borxh. Tash, po dalim te Glauku. Unë kom qenë i thtar me u testu ajo kandidatur. Do me thonë, okej, neve po na imponon vetëvendosja këtë lojën, po hajde po e shofim. Hajde Glauk, s'po nafton në takim, po do në vota blanko nuk ka, hajde në takim, oferta jonë për me të përkrah është për shembull. S'ka me qenë në një ministra, po 15, sepse gjithë e kemi kritiku qeverin kër e kjo utheq që kanë qenë një ministra, po i bojmë 15 ministra, hajde po e shofim çka mundet me u bo në 3 muajt e ardhshme, edhe nëse do në konform qëtyne kushteve, po ta përkrahim qeverin. Një me u pa, a është Glauk Konjufca me të vërtet figur politike, ashtu që ka ndërtu vetën, i konsenzusit, i dialogut, i bisedës, 2 me pa, a është Glauku njeri që merr vendime. Edhe në fund me qenë e qartë, se për njerëz në politikë disa gjana janë të qarta, po për opinion publik nuk janë të qarta. E opinioni publik njëjtë mi asqaru, qyre që ka shku ky proces ku na jemi mundu me e bo këtë pjesë, edhe ndoshta Glauku kish mujt me të vërtet me rezultu si dikush që merr vendime, ose me u zhvesh komplet me thonë, s'po muj ka me marrë ky njeri vendime, dhe për atë po shkojmë në zgjedhje. Po prap jo me 28 dhjetor, apo me 21 dhjetor. Është dashtë 14 ose qaq. Kjo është. A ka pasur hapësirë të shërtohet kandidatura e Konjufcës? Ju kishit një ftesë, i vetmi jeni nga liderët opozitarë që ju ka bërë ftesë zotë Konjufcës? Po, kështu komunikime anëqore, janë një ftesë kështu formale, që s'kam qenë i hapur të pranoj një ftesë, po ka pas komunikime të shumta. Në çfarë forme kanë qenë komunikime? Propozim për mu ullë me gjergjidhen edhe me marrëveshje, bashkëqeverisje e tjera. Me aliancën? Po. Edhe bashkëqeverisje? Po, shiqani unë menoj që nuk gjendja është nështë du të me u këthy në thelbë. Nëse shifni mandatari i parë, Kurti, ku erdhë në kuvend, nuk në dha ashtë lishtën e kabinetit qeveritar me emra. Nuk po me titull, me biografi, ashtë me emra. Që është për herë të parë ndodhë kështu? Jo për herë të parë, për kësë guxon me ndodhë. Nuk ekziston kjo, është t'i shka që tani e lirë, unë mendoj që a i shka ardhë me bo qeverinë. Ata i kanë shfridzu ka 15 ditë. Pra edhe me pa desh të pozita mi bo Glaukën, s'kish mujtë me bo. Së ta votonit vetët pastaj? Ma shqyqar, në ashtë një variant, i këshin hek votat. Ata e kanë, 2 mandatarët e kanë pash vetëm një detyrë me ble kohë. I ble 30 ditë, me shkun këtë datën që po flashim në 28. Pra fare s'kanë menduar që të bëjt qeveri Konjufca? Une nëse i merë një kritika që ako me hep edhe mandatarit parë edhe mandatarit dytë, ju këmë një lutëm, që i ka më shish në këni dhanë lishtën me emra të antarëve të kabinetit. A ka logjik, a ekziston dikun të botë, me shku në parlament, me lexu e emra, pa ju nda deputetve materialin. Mund është aty për aty me ebë, sekretariatit, me na i shkip.
Pas në ka dhënë emrat. E keni pa fjallën e Zotit Konjufsha. Po, se kish as... Edhe nëse kjo arë që thujmë na vish me la gojen, është ishte një shprej, po bëne pak ma me formë, adi ma me respekt për atension. Pra, nuk beshoj që asnjeri pra nga këta, nuk kanë arë me bo qeverin, këta kanë arë me bleket, ko me na qunë zhjedhe edhe po shijet kjo që është reale, i lirë. Pra, nuk e di e cila do t'ishin pasojat ose suksesi, si ku të ndatë ndryshe, po du me ju siguru që vetë paraqitja e mandatarit dytë që kanë boni për shtypje ishte bajtje një fjallim për shembull 10 minuta. 10 minuta foli. Ja kam dhënë kritikat e keni pa në fjallimin tim, unë kam një përvoj parlamentare, kom formu qeveri 2 herë, i kam këto situata qarta për shembull. Beshonin 2004, kër e kem bo qeverinë me presidentin Rugova, edhe jem kujdes me i respektu deputet. 2017 me presidentin tha që prafi kem respektu deputet. Nuk bon pa te. Që ka ndodhi për shumë? I foli 10 minuta, ju lutem se përmendi njerë fjallën lufta kundër korrupsionit. 10 minuta një përmendi. Se, a keni një shpjegim? Po, si qa kjo është pa shpjegim, mo. Po një mandatar, as një herë se shtim fjallën. O ndoshta e kanë nënkuptuar që qeveria e Kurti ka se në pa korruptuar. Se e kanë mbyllur çështjen me korrupsionin. Pa mirë, atë të paktën thëjke që e kem lutuar, e kem kry. Asato. Ishte habitshme mos me përfshi fare fjallën, pra mendoj se ka devime të maja të Kurti, të VV-ja, nuk janë më nivel përgjithësive të veta, kanë diçka që s'po ju funksionan. Pa nuk janë edhe shumë partnerë, si thojnë edhe kundërshtarin, e respekton, bashkë aftësive të veta. Ata dyre kanë arë në seancë që një është pa aftë. Për atë rol që kanë marë. Për besh nuk kanë të vunë. Nuk mund është bre me shku në seancë, pa nda atë dokument me emrat e kabinetit qeveritar. Po me vedije kanë bërë atë, nuk kanë bërë asisht. Nigoni, po vedija të regonë edhe kushjene, këtër është vedija që më shpejnda deputetve, shumë njështë të vëvësh, nuk i kanë pasë në dokument. Kushjene antarët e kabinetit. Pastaj fjallimin që e mban mandatari, ekspozim, se e quët që ekspoze, duhet mja shpejnda deputetve. Se supozot që kam e do debat, supozot që kam... Në shka me votu une, për e zomë në që jam deputet, që shmi majtë me në ata emra. Ju bëri përshtypjen të një emër aty, një ministra? Një gja nuk është e emrat në bujnë përshtypje përveqëm, që ata po shijet koncepti, po shijet shkolla qeverishe, po një logike habitshme, pra, një logik që s'ka ndohë në erë, jo se